Ish ushtaraku Artur Meçollari ka paralajmëruar se krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe mund të shndërrohet në një minë mesahat për destabilizimin e Kosovës në dorë të Serbisë. Ai kujton se 2 vjet më parë kryeministri shqiptar Edi Rama, pa konsultime me Kosovën, hartoi një draft mbi asociacionin dhe e dërgoi në Bashkimin Evropian dhe presidencën franceze pa qëndrim të qartë mbi fatin e tij. Në vijim postimi i tij plot në parim duket korrekte, por djalli fshihet në detaje. Në praktik do të thotë që Kosova të krijojë asociacionin e komunave me shumicë serbe pa u njohur zyrtarisht nga Serbia. Kjo nuk kupton që këto komuna të jenë minë mesahat për destabilizimin e Kosovës në dorë të Serbisë. 2 vjet më parë, kryeministri Edi Rama, pa kërkesë dhe konsultime nga Kosova me ndihmën e një grupi të shquar juristësh ndërkombëtar, hartoi një draft mbi asociacionin e komunave me shumicë serbe. Drafti i kryeministrit Rama shkoi pastaj në Bashkimin Evropian dhe presidencën franceze. Nuk dihet ku gjendet ky draft i dorëzuar nga Rama. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka pranuar se refuzoi ftesën për pritjen e presidentit amerikan, duke justifikuar mungesën me takime të rëndësishme për Nishin dhe çështjen e sanksioneve. Ky vendim u pasi një sinjal izolimi politik në një kohë kur shumica e liderëve botror kërkojnë afrim në shtëpinë e bardhë. Vučić u shfaqi ironik ndaj protokollit amerikan, duke reduktuar pritjen presidenciale në 3 orë pritje për disa sekonda fotografi, një deklaratë që analistët e lexuan si përpjekje për të mbuluar faktin se mungesa e tij u vore në arenën ndërkombëtare. Në vend të kësaj, ai mbajti takime për Nisin. Kompania e kontrolluar nga interesat ruse, duke konfirmuar se Serbia po kërkon shtyrje të sanksioneve. Presidenti serb pranoi se nuk ka besim se kjo do të ndodhë, duke treguar dobësinë e Beogradit përballë presionit ndërkombëtar. Vučić hodhi poshtë idenë e shtetëzimit të Nisit, duke thënë se ka frikë nga sekuestrimi i pronës ruse, një qëndrim që disa kritik e vendosin Serbinë në hijen e Kremlinit edhe brenda OKB-s. Në New York, mes 10 takimeve të nivelit të lartë të liderëve botror, mungesa e Vučićit në pritjen e presidentit amerikan shihet si një tjetër dëshmi e izolimit diplomatik të Serbisë.